Po të bëja unë reklam për një fast food apo pizzeri, do fokusohesha tek distribucioni ditë për ditë, sa të ma dini numrin e telefonit përmendsh të gjithë kur ti merrte uria, porosisin te mua direkt. Se kam folur me ca që kishin fast food, i bën një foto pizzas nga mi vete, ata e thanë hodhën 30 euro në Instagram, sepse s'meci, valla nuk e di, s'më vi njerëz, valla, e hodha 30 euro. Kur ja hodha ore para 3 muajsh. Hodhi 30 euro, si eci më edhe tani do ngelim me këta të lagjes që janë këtu, e shesën vetëm të lagja edhe sepse s'kemi lek, nuk e di pse s'kemi lek tani. Një foto, një postim total bëri. Ndërkohë kompanitë botërore shpenzojnë miliardat për marketing. E kuptoj, kaq është buxheti, po dhe po hodhe një foto tani total shpret në fundit. E hethi 30 euro, po nuk e di. Edhe qeran sigur ta paguash 2000 lekë se do e bëj në shtëpi unë atje. S'do ta hapas dyqan dhe punojësit mos i paguaj bëj tira vet. Unë do bëja një reklam të saktë në javë, do t'rregoja menun, do t'rregoja gjërat e veçanta, ekspertizën, shpejtësinë, sa do motoristit vi në çdo zonë, nga këtu atje, çmimet, përbërësit, çdo gjë transparente. E normalisht numrin e telefonit që kur ti merrte uria njerëzit, thjesht të mendonin ç'lloj sanduiç që do marrën, jo ku, si e pse, ku do marrë, si do marrëm te filani, po ç'a do marrim sot. Kaq. Kush biznesi interesohet për ndonjë fushat marketingu me rezultate, e dini ku të më gjeni.